Përshëndetje. Ky është një ushtrim me fuqitë. Zgjidhni ekuacionet me fuqi, kuptohet. Në rast A, 4 në fuqi x e gjitha në fuqi të dytë paras me 4 fuqi të dytë. Ky është ekuacioni. Do ta zgjedhim. Ne dim që kur 4 në fuqi x e gjitha në fuqi 2 do jetë 4 në fuqi 2 herë x. Sepse shumëzojnë fuqitë. Është e barabartë me 4 në fuqi të dytë. Barazojmë tani eksponentët, sepse i kemi me fuqitë e njëjta. 2x i barazi me 2, x i barazi me 2 ndaj 2 që jep 1, x i barazi me 1. Shohim me ekuacionin e dytë. 5 në fuqi x që shumëzon 5 në fuqi të tretë, që e barabartë me 5 fuqi të 9. 5 është në fuqi x plus 3, sepse kur bazat janë të njëjta dhe eksponentët dhe bazat shumëzohen me njëra tjetrën, eksponentët mlidhen. Kështu që 5 në fuqi x herë 5 në fuqi të tretë jep 5 në fuqi x plus 3, që e barabartë me 5 fuqi të 9. Tani barazojmë eksponentët. X plus 3 barazi me 9. X i barabartë me 9 minus 3. X i barazi me 6. Tani kemi rastin e 3x pjesëtim për 3 fuqi 4 barazi me 3 fuqi 8. Ne dim që kur pjesëtohen bazat me fuqi të njëjtë, eksponentët zbriten. Kështu që 3 në fuqi x pjesëtim për 3 në fuqi 4 është e barabartë me 3 në fuqi x minus 4. Është e barabartë gjithashtu me 3 në fuqi të 8. Barazojmë eksponentët dhe i gjejmë për të gjetur x-in. X minus 4 barazë me 3 fuqi të 8. X minus 4 është e barabartë me 8, x i barazi me 8 plus 4. Kështu që gjetëm x-in në ekuacionin e dhënë, x i barazi me 12.